Ditë, natë, në shi e nga sot, edhe në temperatura të larta, punëtorët greves të pastrimit po qëndrojnë të palekundur në tendat e vendosura para komunës së Prishtinës në ditën e 14. Përgjigje po presin nga bordi, i cili mëngjesin e së mërkurës u takua me kryetarin përparim Rama në përpjekje për të arritur një marrëveshje, por edhe takimi i sotëm nuk solli asnjë zgjidhje. Ne i prezentuam edhe qëndrimet e grevesve, të punëtorëve, në të cilët faktikisht ka parafrime të qëndrimeve, edhe me ne me bord, gjithashtu edhe me sindikatalistet, edhe me punëtorët. Takimet do të vazhdojnë, nuk është arri ndonjë ujdi. Kërkesat e pastrimit tashmë dihen, por për ato të komunës, kryesuesi i bordit bëri të ditur vetëm njërin. Që të rishqohet, domethënë, puna e kryeshefit ekzekutiv nga bordi. Domethënë, ka qenë kërkesë që së pari me bordit duhet të rishqoj qëndrimin e tij, apo shkarkimin e tij, apo lirimin e tij nga detyra dhe pastaj të vazhdohet me negociatat tjera. Në takim si shtë ftuar sindikata, e cila greven s'ka për ta ndërprerë. Jo, folë diçka, por nuk na dhanë sakt diçka. Nuk se s'kishëm askush me, po unë sa kuptova, jo le të tërheqin drejtori, le të tërhiqet, jo ajo, këta në këna orë na për dikon këtu. Na e na orë për ato kërkesa, cilat janë pikë fillimi. Jo, grevas marrën se nuk kemi po zgjidhje, në zgjidhje s'kemi po hala. Televizioni ka provuar të marrë një qëndrim nga vetë kryeshefi, Petrit Reqica, mirë po i njëjti tash disa javë, mbetet i paqasshëm. Deklarim nuk ka dhënë as drejtori i shërbimeve publike, Bekim Brestovsi, me arsyetimin se ka angazhime gjatë ditës.